Mos e bëni këtë. Horoskopi javor tregon cilën shpenzim vdekjeprurës duhet ta evitoni tani. 4 shenja në rrezik. Ndalo. Kjo është një analizë e thellë astrologjike për horoskopin javor. Paraja dhe fati juaj janë në rrezik serioz. Për 4 shenjat të zodiakut, kjo javë sjell një tundim, një shpenzim vdekjeprurës që mund t'ju shkatërrojë kursimet e muajve. Ky nuk është një sugjerim, është një paralajmërim I qartë nga yjet. Mos bëni asnjë lëvizje financiare, pa zbuluar cilin gabim ju kërkohet të shmangni. Zbuloni menjëherë, a jeni ju në listë dhe cili është vendimi I vetëm që shpëton financat tuaja. Luani. Shpenzimi vdekjeprurës që ju duhet të shmangni lidhet me luksin e tepërt dhe kërkimin e vëmendjes. Kjo javë ju sjell një tundim të fortë për të blerë diçka të shtrenjtë, një veshje, një udhëtim luksoz apo një dhuratë të madhe, thjesht për të impresionuar të tjerët ose për të mbajtur imazhin tuaj publik. Ky është një gabim serioz. Ju duhet të kuptoni se vlera juaj nuk matet me çmimin e gjërave që zotëroni. Veprimi mbrojtës, përqendrohuni te investimi në një aftësi profesionale që do t'ju rrisë pagën. Ky investim ka vlerë afatgjallë. Çdo shpenzim që bëhet vetëm për ego duhet të ndalohet menjëherë. Përdoreni kreativitetin tuaj për të fituar para, jo për t'i shpenzuar ato. Analizoni buxhetin tuaj me një mbretësi të madhe këtë javë. Demi. Rreziku vdekjeprurës për financat tuaja lidhet me kokëfortësinë dhe refuzimin për të ndryshuar një plan investimi të vjetër. Ju jeni shumë të lidhur me sigurinë, por ky fiksim po ju bën të humbni shanse më të mira dhe më moderne. Ju mund të tentoni të blini një pasuri të paluajtshme me çmim të lartë vetëm sepse keni planifikuar kështu, duke injoruar kushtet aktuale të tregut. Veprimi mbrojtës, kërkoni këshillën e një eksperti financiar të besueshëm dhe zbatoni një strategji të re, edhe nëse kjo do të thotë të pranoni se keni bërë gabim në planifikimin e mëparshëm. Mos lejoni që mendimi juaj I ngurtë t'ju shkaktojë humbje reale. Stabiliteti vjen nga fleksibiliteti I mençur, jo nga rutina e verbër. Kujdes me blerjet e mëdha në fundjavë. Akrepi. Shpenzimi vdekjeprurës për ju vjen në formën e një borxhi misterios ose një investimi të fshehtë pa transparencë. Keni një tundim të madh për të investuar në një skemë shumë të mirë për të qenë e vërtetë ose për të ndërmarrë një rrezik financiar që fshihet nga partneri juaj. Ky fshehtësi është rreziku I vërtetë. Veprimi mbrojtës, kërkoni transparencë të plotë në të gjitha burimet e parave të përbashkëta dhe bisedoni hapur për borxhet ekzistuese. Nëse një mundësi fitimi kërkon fshehtësi, ajo duhet të evitohet. Përdoreni intuitën tuaj vetëm për të identifikuar mashtruesit, jo për të rrezikuar. Ky shpenzim I gabuar mund të ndikojë seriozisht në marrëdhënien tuaj. Kujdes nga çdo telefonat apo email që premton pasurim të shpejtë. Peshqit. Rreziku vdekjeprurës për financat tuaja lidhet me shpenzimet e tepërta emocionale dhe mungesën e kufive me të tjerët. Jeni shumë të ndjeshëm ndaj nevojave të miqve apo familjarëve dhe mund të jepni hua apo të blini dhurata të shtrenjta, duke neglizhuar llogaritë tuaja. Kjo është një vetë sabotim financiar. Veprimi mbrojtës, vendosni një kufi të prerë për sa mund të shpenzoni për bamirësi ose për të ndihmuar të tjerët. Fokusi juaj duhet të jetë të ndërtimi I një rezervë financiare personale. Mos lejoni që ndjeshmëria t'ju drejtojë në vendime financiare. Krijoni një plan kursimi dhe ndiqeni atë. Nëse nuk e shmangni këtë shpenzim emocional, ju do të ndjeheni I shfrytëzuar dhe financiarisht I dobët. Analiza është e qartë. Ky shpenzim vdekjeprurës duhet të evitohet këtë javë. Përdoreni logjikën dhe udhëzimin e yjeve për të mbrojtur portofolin tuaj. Mos bini prej tundimit të egos apo emocioneve. Ju keni në dorë të mbroni stabilitetin tuaj financiar. Cili ishte shpenzimi që duhet të ndaloni menjëherë? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni si do ta mbroni kursimin tuaj. Shpërndajeni këtë paralajmërim. Kjo video është një shpëtim për financat e shumë njerëzve. Abonohuni te Zëri I Universit dhe aktivizoni zilen për të pasur gjithmonë këshilla të mençura financiare.